Kryetari komunës së Drenasit, Ramiz Ladrovci, tha se policia po merret me hetimin e rastit në fshatin Trstenik për të identifikuar keqbërësit që kanë dëmtuar rrethojën e varrezave. Para disa ditëve, disa njerëz pa përgjegjshëm, me karakter tolt, ndoshta edhe për çështje politike, i kanë dëmtuar varrezat e dëshmorëve në Trstenik. Policia e Kosovës, përkatësisht stacioni rajonal i Drenasit, është në hetim të atyne shkatrimeve të varrezave dhe po presim një përgjigje se a do të arrijnë që të gjojnë ata keqbërës, ata qytetarë. Kryetari Ladrovci premton se brenda vitit të ardhshëm do të rregullohen të gjitha varrezat në komunën e Drenasit. Ne qysh me ardhjen time, unë i kam premtuar fshatit Shtutic, fshatit Verbovës, Çikatovës 3, Çikatovës Vjetër dhe fshatrave tjera që janë më dëmtuar, sidomos Shtutica, Verbovci, Çikatova kanë qenë disa nga fshatrat që janë dëmtuar më shumë, të janë mbi 270 viktima civile që janë vrarë vetëm për një ditë. Kështu që ato i kam në radhë të parë, pastaj dhe varrezat e fshatrave tjera. Kryesuesi i Kuvendit Komunal të Drenasit, Naim Bazaj, tha se dëmtimin e ka shkaktuar era e fortë dhe puna jo profesionale punkryesit që ka ndërtuar dikur rrethojën. Kjo është dëmtuar komplet, tërësisht ju po të dhe vetë si të gjitha ata hekujt që janë hekurt. Nuk janë futur në beton si duhet, edhe është betoni tepër i dëmtuar, i djegun tërësisht, edhe kjo s'ka fuqi me majt, jo po të vetë si lëviz. Në luftën e fundit të UÇK-s nga fshati Trstenik i Drenasit kanë rënë 23 dëshmorë dhe 36 martirë.